Mirë se ju gjejmë të nderuar dëgjues dhe shikues të We Economy. Po, është një podcast pak më i çuditshëm se të tjerët. Flasim për gjëra të cilat kanë të bëjnë me rrjedhën e standardit jetësor, me bizneset, me startupet, me inovacionet, por gjithë ajo që ka të bëjë me inovacionin dhe gjithë ajo që ka të bëjë me ekonominë, gjithë ajo që ka të bëjë me standardin jetësor dhe gjithë ato që bëjnë problemet globale dhe lokale të vendit tonë. Sot kam misafir një koleg timin të dashur dhe një njeri i cili nuk i ka munguar We Economy në sezonat e ardhshme, në sezonat paraprake, është Arben Krivanjeva, është studiues dhe njohës i mirë i rrjedhave dhe trendeve globale të cilat ndodhen te na. Sot do të flasim për një temë e cila ka të bëjë me krizën energjetike. E dini pse e morëm? Ne biseduam për pandemi, folëm shumë për pandemit, si kalojmë pandemit, si përfundojmë pandemit, por a thua kjo krizë energjetike do të jetë kriza energjetike me pandemi, apo do ta kemi një recesion të veçantë ose normal që mund të ndodhë, të zakonshëm që mund ta kemi në vendin tonë. Për gjithë këta do të flasim me Arbeni këtu. Faleminderit Arben që erdhe në podcastin tonë. Prof. Abel, faleminderit për mundësinë, kënaqësi. Ne këtu e themi me ti, domethënë, për atë arsye nuk e kemi këtë podcast, ne kemi ma jo formal në këtë aspektin, në aspektin tonë. Okej. E dini, dikush mund të na thojë se flasim për konspiracione, dikush mund të na thojë që flasim për rrjedha normale, politike, globale, internacionale, por më thuaj Arben, kjo krizë energjetike që neve na vjen prej tikun 2022-shit, 2021-shit, nëse nuk gaboj, edhe tash vazhdon ende, domethënë atëherë filluam ta kuptojmë këtë krizë energjetike, edhe vazhdon edhe sot e kësaj dite, me çfarë serioziteti duhet t'ja marrim? A ka kjo një seriozitet historik, politik, kulturor, nuk e di. Nabil, bota është shumë e trazuar. Jemi pranë një stuhie. Supozohet se ajo stuhi do vjen veç duke u fuqizu. Po para asaj duhet të bëj një degresion të vogël në kuptimin e asaj çfarë studion ekonomia, se pse ekzistojnë shkencat ekonomike. Shkencat ekonomike ekzistojnë për arsye se resurset janë të pakta, të mangëta, të rralla, të kufizuara, nuk i kemi me bollëk, dhe ajo neve na mëson si ato resurse t'i alokojmë në ato pikë të ekonomisë ku ato do të reprodukohen më së shumti. Problem ekonomik, scarcity of the resource. Po. Me këtë jemi dakord. Po. Parashtrohet një pyetje tjetër. A thua resurset energjetike janë të kufizuar? Çfarë mendon Apil? Po, është interesant të thuhet, varet si prodhohen, mund të jenë në situata edhe të kufizuara, po ka edhe të pa kufizuara. Nëse i shohim rezervat e naftës, në një farë forme janë të limituara. Absolutisht. Mirë po, ekziston një njeri në historinë e njerëzimit, do të referohem Nikola Tesla, i cili thotë që energjitë janë të renovueshme. Energjia vetëm transformohet për një farë lloj në lloj tjetër, etj. Ai është interesant si personazh, për arsye për shumë gjëra është i njohur në kuptimin e asaj. Vetëm në fushën elektromagnetike ai do të fitojë, po të ishte gjatë, dhe dhurata nobelare. Është i njohur edhe për deklaratat e tij të çuditshme që ka bërë para 100 vjetëve, bile dhe sot janë ende më të çuditshme. Një nga deklaratat para gazetarëve kur ju thotë unë komunikoj me njerëzit në Mars, është pak e çuditshme. Deklarata tjetër kur ju thotë gazetarëve për gjatë luftës së parë botërore, në vend që të çoni robot, ju dërgoni ushtar. Ai beson dhe vërteton se ekzistojnë prej 7 deri në 11 lloj energji, të cilët vazhdimisht renovohen. Më për atë arsye e ndërtoi kullën e Teslas. Një nga financuesit kryesor të Nikola Tesla ka qenë familja Morgan, familja ose bankare dhe sot e kësaj dite. Dhe atë kur e kuptuan se cila është etenca e Teslas përmes saj kulle të transmeton energji elektrike. Përmes ajrit, pa tela, pa lartëporçues, etj. Do të mbyllesh industri. Dhe qytetarët do të paguajnë as 100 darkë për atë, kur e kuptuan ata të nesërmen janë rënuan. Me pretekst, unë nesër njerëzve çfarë tyshes? Energji elektrike apo antena? A bil po të pyesja e kulla në Paris?
Çfarë të duhet? Është interesant, po, është interesant. Po thuaj se është ngjashme atë me atë kullën e Tesla. Ka një pretendim se në 1880 janë takuar Tesla me Eiffelin dhe kanë biseduar për këtë projekt. Kur e kuptuan francezët se cili është qëllimi, dhe ata dashën të rënë. Por si protest për mos rënim, ai u ngjit në kull dhe bëri vetvrasje. Dhe kulla mbet sot e kësaj dite. Mirë po, historia reale e saj, apo ajo pralla oficiale është për radioval shpërndak. Gjitha ajo kull për radioval është pak e çuditshme. E sot është simbol i kulturor i Parizit. E tani, këtu ironia nuk përfundon abil. HDO, çfarë është ajo? Ujë. Ujë. Planeti jon, 1/3 është tokë, 2/3 Krejt ujë. ujë. Me procesin e elektrolizës mund të ekimon oksigjenë dhe të fitojmë H2 që është lëng djegëse. Për te nevojave tona. Mirë po shumë vetët që kanë pretenduar se kanë zbuluar apo e kanë arritë këtë procesin e elektrolizës, industria naftës i ka zhdu nga faqja dhe. E tani, bota fatkeqësisht është lënë në mëshirën e naftës të 100 vite. Për një arsye të vetme, kontroll, robërim, kolonizim, etj. Tani, kjo kriza e naftës, sidomos e kësaj luftës së fundit, është mjaft serioze, mjaft e thellë. Dëmtohet infrastruktura prodhuese dhe kjo krizë mund të shpërndas shumë shpejt në përgjithë botën dhe të ketë karakter pandemi, po fatmirësisht pa virus. Arben, jo, një sqarim jashtëzakonisht i mirë për krizat botërore dhe për energjetikën, edhe sidomos për energjinë, por i përmende, përmende edhe Teslën, e përmende edhe Eiffelin, por ato kishin disa, si themi, njerëz të cilët gjindeshin në mesin e tyre. Do thonë, kjo kishte Edisonin aty, kjo kishte qeverin franceze aty brenda, por ato ju shitën botës si përmarrës në këtë rast. Do thonë, Edisoni e shiti vetën si përmarrës ose inovatori më i madh, pse ai nuk e bëni përcjelljen e rrymës elektrike, ose ndoshta e gjeti mënyrën se si të bashkëpunoj me industrinë, sepse atëherë shkatërroheshin shumë fabrika dhe shumë biznese për këtë gjë. Por mirë po, tash për këtë arsye të pyet, domethënë ne paraqitemi në këtë krizë, kriza më ka filluar të thellohet, por çka i paraprin kjo krizë, domethënë pse ne jemi në situatën e kësaj krize? Profe Abil, në bota në çdo 100 vjet bën si të them renovim. Dhe pas aty renovimi kemi një 50-60 vite paqë, të themi të brisht parafërsisht. E tani, filloj me atë krizën e madhe 2008, krizën financiare, pastaj kishëm pandemi, ku bota ndaloi së funksionuari kushtimisht, dhe pas asaj paraqit BRICS-i, si rezultat i luftës që i shpalli Rusia Ukrainës. Çfarë është interesante këtu, se Amerikanët ose shtetet perëndimore bënën blokad ose ju vendun sankcione Rusisë, ku shumë mjete financiare në dollar, si mjete rezerv, për nevojë të transaksioneve të ekonomisë ndërkombëtare, u bllokuan. Kur shtetet e kuptuan këtë se çfarë i ndodhi Rusisë, ata u friksuan dhe lidhen një pak mes vetë duke filluar Rusi, Kinë, Indi, Iran, Venezuelë, Brazil, etj. E formuan BRICS-in me qëllim që të bëjnë të realizojnë tregtinë ndërkombëtar mes vetë pa e shfrytzuar dollarin, por do një valutat e tyre nacionale. Mirë po, do thotë që këto shtete filluan të ndjehen të fuqishme dhe ta sulmojnë monopolin amerikan e monedhës rezervave ndërkombëtare, siç është dollari me 50 dhe 60, ndoshta edhe 70% në nivel global. Mirë po mos të harrojmë një gjë. Ti për ta sulmuar këtë monopol duhet të përballesh ushtarakisht me një ushtri shumë të fuqishme, si ja bën Trump terrified apo, dhe për të mbri këto qëllime. Mos harrojmë, amerikanët janë të njohur për një gjë. Kanë shumë durim. E para ato të lejojnë ta shohësh targetin dhe të marrësh nishan, dhe ta vendosh atë gishtin në këmbës. Në momentin që ti je gati për gjuajtje, sulmi i tyre do të jetë i pamëshirshëm, me shumë konsekuenca të pabërballueshme. Tani,
Nga mbrimi dhe të lufta e Iranit. A ishte kjo puna edhe me Venezuelën që i parakriju kësaj që përmende pak më herët? Sigurisht se po. Mos harrojmë se Venezuela ka rezervat naftës më shumë se gjithë gjiri persik. Po është një problem te nafta e Venezuelës, kemi një problem në përpunimin e naftës. Do të thonë këtë dim, Do më thonë mungon infrastruktura i rafinerive. Infrastruktura edhe për përpunimin e naftës së xhirit persik, do të thonë po flas për gjithë vendet e xhirit persik, duke gadishullin arab duke futur edhe këto, përpunimi i naftës është shumë më i pakt, do të thonë shumë më pak kushton se sa i Venezuelës. Ato kanë shumë mirë, po mënyra e përpunimit të naftës të Venezuelës është pak më e shtrenjtë, më kosto më të madhe. Do të thonë për atë më erdhi kjo një farë befasie se ato edhe këtë e bën në këtë. Mirë po, ja e pam ne scenarion që ndodhi në Venezuela, e pam atë 24 orëshin e Venezuelës dhe edhe me një situatë... Një aksion spektakular për disa orëve. Po, ishte një show jashtëzakonshëm, themi kështu nga ushtria amerikane dhe edhe me një situatë kur ne menduam se nuk do të ketë një luftë SBA-Iran ose nuk do të ketë ballafaqim të drejt për drejt. E thonë edhe ato konspiracionistët, po e thonë edhe njerëzit të cilët kishin një racio të mendimit, për arsye se ato atë programin e uraniumit të pasuruar, ato filluan nga pak ta të largohen ose të fillojnë të fokusohen në disa vende tjera. Çka ishte tjetër faktor, që ndikoi këtë luftë midis këtyre shteteve, që neve na disi na kapi të befasuar. Kjo luftë është multikomplekse. Ajo që e shohim në skenë dhe ajo që është prapa perdes është krejtësisht diçka tjetër. Nuk besoj se targeti i vetëm dhe i fundit është Irani, po pas asaj më shifet shumë gjëra tjera. Një nga pretekstet e para që pse të sulmohet Irani e përmendet edhe ju, është uraniumi, ose pasurimi i uraniumit, janë në pyetje diku 400 deri 500 kg. Mirë, po kishim një farë bisedime, ishin bisedime të avancuara, po. Kjo ishte pak më. E tani, Irani tanë kohën një periudhë të gjatë thotë se atë e shfrytëzon vetëm për nevoja paqësore, për nevojat e civilëve. Etj. Mirë, po ekziston një profesor, Theodor Pascal, në Universitetin Teknik të Massachusetts, i cili thotë, to 400-500 kg Iranit, me gjitha dije dhe njohuri shkencore që kanë, mundet në një hapësirë për 60 metra katror, do më thonë një banesë dy dhomshë, 4-5 centrifuga dhe të arritë në pasurimin e uraniumit në 90%, montohet në një raket që i kanë me bollok dhe ta përdor. Mirë po, një gjë tjetër nuk thuhet. Udhëheqësi suprem, Ajatollat e tyre, që e vranë. Ai kishte një bindje fetare dhe urdhër fetar që mos të prodhohet bombë atomike, për shkak se mund të është bombë e cila shkakton vrasje në masë popullore dhe këtë koncept ai e quajnë haram. Dhe këtë nuk e thot askush. Ndërsa Izraeli nga ana tjetër thotë se që 20 vjet trumpeton që Irani është gati për ta prodhuar bombën atomike. Ti më thua mos. Edhe një gjë tjetër. Çka është ironia? Të gjitha vendet që posedues të bombave atomike janë pjesë e një organizate që gjendet në Vjenë, ndërsa Izraeli nuk është pjesë e asaj. Jo, desha të pyes për punën e Ajatollah. Domethënë këto kanë pas një farlloj dekreti se nuk do të bëjmë brenda dekretit tyre, domethënë se ne asnjëherë nuk do të prodhojmë bombë atomike për shkatrim në masë. Në masë. Domethënë kjo është një informatë jashtëzakonisht interesante, domethënë. Jo, e di pse, për arsye se bomba atomike bëhet si kundërpeshë e shteteve të cilët kanë bomba atomike. Domethënë ne e dim se veç një herë, dy herë në historinë e saj u përdor në Japoni dhe nuk u përdor shumë për testime për gjëra tjera, diçka tjetër, por kundër civilëve jo. Nuk u përdor dhe kjo u mbajt një farë lloj baraspeshje, një farë lloj baraspeshje. Dhe kjo është një informant jashtëzakonisht interesant. Po. Cilat janë arsyet që sollën tek ky konflikt?
Ka dhe arsye tjera, fajlet e Epstein, ku janë të implikuar elita politike. A jemi tash në konspiracion apo më thonë fajlet e Epstein? Tash më nuk kanë ndonjë kufi të qartë mes asaj reales edhe asaj... Fajlet e Epsteinit, do më thonë, atë shumë u hapën sa që ndonjëherë edhe të vinë të çuditshme të lezosh. Jo, dhe aq sa duhet. Mirë po, përveç elita politike është implikuar edhe të showbizit. Para mendo Trumpi përmendet më shumë se Jezu Krishti në Bibël. Ke parasysh. Tani, problem tjetër është edhe Kina. Ndoshta është edhe targeti kryesor se u sulmua Iranit. Kjo problem real i ekonomive, do të thonë edhe legjitim se duk don të kesh konkurrencë dikën tjetër edhe kjo kuptohet kështu. Tani, Profe Abil, bilanci tregtar i Kinës në vitin 2000 është diku $250 miliard. 2000. Në vitin 2025 është në 3.8 trilion. Kjo është rritje, në tim, kjo është rritje jashtëzakonisht shumë e madhe. Pastaj avancimin ushtarak që e ka. Lufta në teknologjinë informatike, AI, chipat, kompjuteret kuantik, etj. Amerikanët nuk dojnë kaq konkurrencë. Pastaj vijnë kriptomonedat. Do prej pak këtu, po a nuk thot edhe Adam Smithi të njëjtën përshkrim ja ka bo Kinës edhe në kohën kur e ka shkruajtur pasurimin e kombeve, do të thonë kjo është ajo Kina e cila mirret vetëm me prodhim edhe me tregti, apo tash mos po kthehemi përsëri ose kjo Kinë diçka tjetër, kjo një version 4.0 më i avancuar. Një informatë e çuditshme është se kinezët deri tash kur nuk kanë bërë luftë jashtë kufive të saj. Po këtë desha ta ajo është e çuditshme. Dhe të gjithë frigohen avancimit të saj. Sepse të gjithë e kanë pushtuar Kinën, edhe Mongolet edhe Japonët. Sidomos Japonët. Edhe tash kemi një Kinë e cila është nuk ka domethënë një farë lloj eksploziviteti, domethënë të dalë jashtë saj. Me tregti është diçka tjetër. Tani kriptomonedat. Problemi i kriptomonedave qëndron se sistemi bankar nuk do të dalë prej zonës komfort të saj. Trumpi vitin e kaluar detyroi bankat amerikane të përgatisin infrastrukturën nevojshme dhe të jenë pjesë e sistemit pagesor. Të njëjtin proces është duke ndjekur edhe bankat japoneze. Pra kjo do të jetë një motiv që ne përsëri pas një kohe të takohemi në vijë ekonomik. Unë thonë, ne kemi pas në episodin e parë kemi sqaruar këtë punën e kriptomonedave, kriptovalutave ose blockchainin, do të thua se shkojmë në përdorim real. Do thonë, ne fillojmë tash, kjo krizë do të na nxjerrë, sigur se pandemia me COVID-19 atë po banalizoi pak punën, që na nxjerrë këto takimet online që i bëjmë ne me njerëzit, do thonë ti mendon se tash në ekonomi do të fillojnë të futen ato janë, por do të legalizohen ose do të futen realisht në botën e ekonomisë monedat. Ky proces ka filluar. Kjo proces po është në aspektin individual dhe është në aspektin, do thonë, si themi të sekret ai i cili ka këto, por tash nëse hyn Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e adaptojnë një kriptovalutë, a kemi njohur atë sistemin e Branderwoodit ku kemi pas vetëm arin dhe mandej dollarin, ti po thua se mund të paraqitet një monedhë e ardhshme globale e cila do të jetë e digitalizuar? Nuk do të jetë një, por do të jenë disa, sigurisht. Me zhvillimin tekniko-teknologjik, kompjuterik, informatikës, telefonave celular, kemi një mekanizëm ose instrumentet e nevojshme mirë, po shtetet të mundohen të formojnë atë infrastrukturën e tyre të kontrollit edhe të sigurisë. Edhe kjo kërkon kohë. Mirë po, këtë do ta lëmë këtë ndonjë herë tjetër, ta diskutojmë atë më gjerë dhe ma... Ne kemi diskutuar edhe me Visarin këtë temë, në Vi Ekonomi kemi dashur të marrim, domethënë si mjetet të cilat do duhet investohen në të ardhmen për këto kriptomonedhat. E tash Argan, ne kemi një situatë tjetër. Folëm për pjesën globale, por neve na bën problem një pjesë shumë e vogël, është ngushtica e Hormuzit. Do thonë një ngushticë e cila unë tallem me disa njerëz, disa fillojnë ta mësojnë gjeografinë prej momentit kur filloi të paraqitet ngushtica e Hormuzit, as nuk e kanë ditë ndoshta
të shumica e njerëzve se ku gjendet ajo kjo pjesë e ngushtisës të Hormuzit. Ma thonë, çka është interesante të kjo ngushti? Përveç asaj që kemi lëvizje të këtij emergency transition që kemi naftën, që është 25%. Du të shtoj disa gjëra para se të vim të ngushtica Hormuzit. Një prej arsye përmendëm kriptomoneda, po arsye dhe luftës është edhe borxhi amerikan diku rreth 39 trilion dollar. Të cilën amerikanët besoj që e kanë ndërmend ta paguajnë, po do të gjejnë ndonjë mënyrë tjetër për ta shlyer atë borxh. Sigurisht ato janë jashtëzakonisht të prirë në këtë aspekt dhe serioz në këtë aspekt. Trumpi në një deklaratë të tij gjatë procesit të luftës mes SBA-s dhe të Kinës, jep një deklaratë të qëllim ku thot ne jemi të befasuar nga veprimet e Iranit. Se ne kemi prit të sulmohet vetëm Izraeli, por jo edhe pjesë tjera të Gjirit Persik. Iranianët sulmuan pjesët vitale të Gjirit Persik, duke filluar Arabin Saudite, Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara, Bahreinin, Katarin e tjerë. Dhe më thënë, për herë të parë në historinë e prodhimit në kuadër të industrisë petrokimike janë sulmuar kjo infrastrukturë. Kjo infrastrukturë nuk ndërtohet brenda ditës, nuk ndërtohet brenda muajit, do të duhen vite për të riparuar dëmin që është bërë. Do më thënë, ti ke sasirat të mjaftueshme të naftës, po nuk ka kushtin nxjerrë dhe ti përpunon. E vërtet. Prandaj kjo krizë nuk duhet ta masim me mjete dhe instrumente të mëhershme. Nuk guxojmë këtë krizë ta shohim me dioptrin e krizave që kanë ndodhur në të kalumen. Prandaj kjo krizë do të jetë me kohëzgjatje më të gjatë dhe riparimet nga dëmet që do të shkakton kjo krizë do të jenë më të dhimbshme. Rreziku ekziston se kjo mund të përhapet shpejt me atë që përmendëm ato karakteristikat e një pandemie dhe botën ta elaboron në një afat shumë të shkurt kohor. Prandaj, du të përmend deklaratat për shembull e evropianëve ku i paralajmërojnë qytetarët e vet dhe mos pritni që çmimi i energjencave të zvoglohen brenda natës, po ajo rritja e tyre do të zgjatet një periudhë më të gjatë. Botës i kanose stagflacioni. Ne dim se kjo stagflacioni i dytë në radhë, viteve 70 që patëm, kur rritet kemi inflacion, ulje të zhvillimit ekonomik dhe rritje të papunësisë. Mos harrojmë edhe një gjë tjetër, shtëpia e bardha urdhën të përgatitë scenario çfarë do ndodh me botën nëse çmimi për një barel ose një fuqi do të rritet në $200. Pastaj e demantuar. Ato janë të njohur për ndërtimet të scenariove, sepse edhe ashtu kanë bërë çdo. Premieri indiz ditët e fundit i lutit qytetarët e vet mos u thojnë shumë, të rinë në shtëpi, në vend që të shkojnë në vendet e punës, obligimet e punës të kryejnë nga shtëpitë e tyre etj dhe të kursejnë karburante. Mos u habit se ne ende nuk i kemi vërejt efektet e para të kësaj krize. Efektet e para të kësaj krize sipas ekspertëve është prej shtatorit tetori andej. Ky dimër do të jetë shumë i ashpër. Mos harro se rreziku është shumë eventual që të kemi edhe karantinë me pretekst kursim të energjisë elektrike. Ai karantinë mund të jetë prej nëntor, dhjetor, janar, shkurt, etj. E tani u bënë ngushticat e famshme. Bota është e çuditshme, në botë ka diku rreth 1000 ngushtica dhe kanale. Prej atyre 1000-ve, 10 janë më të rëndësishme. Për atyre 10-ve, 5 janë shumë të rëndësishme. Në tabelën e parë besoj se regjia do t'i nxjerrë në ekran. E kemi ngushticën e Hormuzit me 25%, kanali Suezit 15% të tregtisë globale, ngushtica e Gibraltarit me 15%, kanali Panamës me 5%, ngushtica e Malakas me 30% etj. Kur ti mbledhim këta komplet, diku është 90% të tregtisë globale. Ngushtica e Hormuzit ishte e rëndësishme për atë se
do të përdori një terminologji mjekësore, është sikur bllokimi i saj është sikur një atak i zemrës në trupin e njeriut që mund të jetë me pasojë fatale. Diku 25-30% të sasive të naftës kalojnë përmes ngushtisë së Hormuzit. Na 2 muaj tepër dhe hapen, dhe mbyllet, dhe minohet e tjerë. Kështu që është jetike për ekonominë globale. Paramendoj në vit diku kalojnë për 60.000 dhe 120.000 anije për çdo vit kalojnë përmes asaj ngushtice. Mirë po, nuk kalojnë vetëm derivatet e naftës edhe gazi. Është më rëndësi ta shohim tabelën numër 2, aty kalojnë edhe plehrat artificial, urea, amoniaku, shufuri e tjerë. Ku morën pjesë me 1/3 e tregtisë ndërkombëtare për plehra artificiale. Pra kemi edhe rritje të çmimeve. Urea 49% llogarit, 50%, amoniaku për prodhimin plehra azotik diku 30%, shufuri për plehrat fosfatik diku 50%. Organizata OKB-ja ngriti alarm që sa më shpejt kjo situatë brenda muajit të rregullohet, për ndryshe do të kemi rritje marramense të çmimeve. Ti paramendo 50% do të rriten, 50% sigurisht, 50% do të rriten çmimi i plera artificiale, ajo do të kupton se rritet koste e prodhimeve bujqësore. Ajo për sa do ta vësh sigurisht për 50%. Ne po flasim kështu pa ndonjë përllogaritje matematikore, vetëm një përllogaritje e ashpërt. Plus rritja e çmimit të naftës diku rreth 30%. Ajo bën 80%. Po efekte psikologjike e tjera, domethënë mund të kemi 100 edhe më tepër rritje të produkteve bujqësore, që në fakt ushqimi do të bëhet shumë i shtrenjtë për qytetarët, ndërsa këto efekte do t'i shohim pas shtatorit. Pastaj kjo ngushtisë është e njohur edhe për heliumin, që është shumë e nevojshme, sidomos në botën teknologjike, për prodhimin e çipave, për uljen e temperaturës, për krijimin e mjediseve ultra të pastërta nga gdhendja qarqeve, në këto aparatet në medicinë për rezonancë magnetike e tjerë. 1/3 e kësaj sasie kalon përmes xhirin e Hormuzit, ka të kemi tek tabela nëmër 3. Por, Abil nëse më lejon, kjo ngushtisë nuk është e njoftur vetëm për këto tre gjëra që i përmenda. Është e njohur edhe për diçka tjetër, është e rëndësishme për diçka tjetër. Për arsye se aty kalon në kabll optik internetit. Në Arabinë Saudite është ndërtuar një impjant i madh prej $109 miliardë për nevojat e inteligjencës artificiale. Por ato dhe ato janë të avancuar tash, investojnë shumë në, sidomos në inteligjencën artificiale ato vende. Unë do për arsye se jashtëzakonisht shumë fakte të rëndësishme po jepen këtu, unë do isha të them edhe i tregove disa pasoja këtu. Më thonë, përveç që përmende gjatë gjithë bisedës tregon një pasoja, kemi ne ende, a mund të presim ende pasoja më të mëdha? Do të thonë, ne pasojat afat shkurta i përmendën se prej shtatorit mund të kemi ndonjë krizë të cilat na vjen, por a kemi ende pasojat? Çka mund të kemi përveç mungesave të karburantëve, mungesave të plehrave artificiale, mungesave të heliumit për medikamente dhe për gjëra të cilat do t'i duhen shëndetësisë botërore. Do thonë, çfarë scenario mund të kemi ne? Si mund të na ndodhen kjo punë? Si mund të jemi Cilat janë pasojë tjera, unë do të përmend disa ekonomistë me renome, të cilët kanë ndikim në krijimin e mendimit ekonomik, po edhe disa institucione. Për përmend edhe një herë, kjo krizë nuk guxojmë ta shohim me dioptrinë e krizave të mëhershme. Është diçka e re. Për herë të parë në histori të prodhimit të goditat industria petrokimike, domethënë rënohen rafineri e tjerë, dhe kjo krizë, mungesa e energjencave ose karburanteve ose derivateve të naftës edhe të thuje gazit, mungesa e këtyre resurseve mund të përhapet me shpejtësi dhe prandaj mund të kemi një krizë pandemike.
Christine Lagarde, në pyetjen e gazetare pse e keni kaq Christine Lagarde është drejtoreshe Bankës Qendrore Evropiane. Pse keni kaq optimizëm të verbët? Thotë, nuk kam optimizëm të verbët. Këtë ka për ekonomist të jep këtë deklarat. Ekspertët thonë që infrastruktura është dëmtuar shumë. Dhe ajo infrastruktura e prodhimit të derivateve të natës do të duhet jo muaj, po vite për të rrimë këmbë. Nurel Rubin, i cili ishte i njohur për atë që me saktësi e parashikoi krizën në 2008, krizën financiare. Ai thotë, kriza e botës, bota përballet me një krizë që nuk është përballë deri më tani. Thotë, nëse çmimi i barellit për $100 qëndron deri në prill të këtij viti, atëherë sigurisht do kemi inflacion. Kriza do transmetohet prej njëri sektor në sektorin tjetër, ai përmend tregjet financiare, pastaj kompanit, fondin pensionar, e më në fund posim do ketë buxheti shtetëror. Larry Fink, CEO e BlackRockut, mos harroni, ai ka një asset portfolio prej $14 trilion. Thotë, rritja e çmimit të naftës dhe inflacioni është veç fillimi. Dhoma botërore tregtare, thotë, paralajmëron krizë më të keqe industriale në histori deri më tani. Agjencia Ndërkombëtare për Energji thotë 20 milion fuqi naftë humben për çdo ditë. Dhe bota nuk po shkon nga qetësia. Vetëm të shohim shpenzimet ushtarake. Gjermanët rreth $330 milion i ka hyrën në industrinë e asaj të cilën bile 1/3 e industrisë e saj është e determinuar për prodhim ushtarak. Trumpi kërkoi $1 trilion më tepër nga Kongresi rritje për shpenzimet ushtarake në $1.5 trilion. Shpenzimet totale vetëm si numër për vitin 2025 janë në $2.9 trilion. Stuhia nuk është duke u zbot, po veç është duke u bë më ashpër dhe më ashpër. Ku kufit nacional do preken, po dyshohet, si kuptohet edhe kufit interesave strategjik të vendeve të fuqishme. Okej, ne po flasim se ne ekonomistët dimi sa herë të flasim gjërë për scenario të zeza, edhe gjërë kemi paraprije përmende edhe Rubin, e përmendim unë çdo herë, përmendim edhe Krugmanin, e përmendim edhe Lagardin, njerëz të cilët nëse kemi ditë t'i lexojmë ose njerëz të cilët i paraprin informacioneve, sepse kanë informacione vetvete. Më thonë, unë kisha dashur nëse e mbyllim pak më mirë ta mbyllim këtë emision. Më thonë, a mund të arben ne të prodhojmë scenario optimiste? Më thonë, ku e shohim ne këtë optimizëm? Shqipe, më thonë, e dim, çdo krizë është ndryshe. Më thonë, e ka gjenezën ndryshe, e ka mënyrën e përhapjes ndryshe, i ka impaktin jashtëzakonisht ndryshe, edhe nuk pritet që këtë krizë të jetë e butë, për arsye se dim, kemi apo 7 miliard njerëz në botë dhe ekonomitë dallen njëra pi tjetrën, në ana tjetër jemi shumë të lidhur njëri me tjetrin, etj. Ekonomitë janë të lidhur, në kënë si në kohën kur ka pas kriza, e paramendoni një kabull optik i cili mund gjendet aty brenda nëse shkëputet çfarë mund ndodhe me koneksionin e internetit ose me inteligjencën artificiale e cila është në rritje, në ekspansion shumë të madh. Kretë këto i përmendëm, po për, a kemi një scenario optimiste? A mund të presim një scenario optimiste? Si ne mund të shohim pak me optimizëm këtë gjë? Shpresa vdes e fundit. Po, ama kjo mund të jetë kështu deklarative. Urojmë konfliktet e armatosura të përfundojnë. Mos kemi vatra të reja të luftës. Stuhia që ka fillu të zbutet edhe të dominoj diplomacia dhe urtësia. Këto do t'jenë parakushte për një scenario pozitive. Mirë po, këtë krizë do t'a shohim edhe si diçka tjetër. Hapet një derë vogël për drejt energjive të rinovueshme dhe më të lira se këto energji që paguajmë deri më sot. Mirë po, për të ndërtuar ajo infrastrukturë për ato energji të rinovueshme dhe të lira për qytetarët, do duhet një dekadë, 2-3 të krijohet ajo infrastrukturë e nevojshme. Okej, unë
kështu, Arben, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisioni tonë. Unë do ta Faleminderit për mundësinë edhe një herë. faleminderit, është kënaqësi kur të kemi ne këtu në We Economy, me të thënë ne çdo herë kemi hap derën për njerëz të cilët me të vërtetë e kuptojnë mirë realitetin ekonomik edhe ndoshta ndonjëherë nuk pajtohemi me mendimet e bashkëbiseduesve tonë, por na vjen interesant se ato na japin disa informata të cilët edhe neve na anashkalojnë ose nuk i dim. Domethënë Arbeni, një kështu një përmbledhje e përmendi jashtëzakonisht mirë, i dha një sqarim, një të jashtëzakonshëm komplet të kësaj krize që na ndodh neve, por në fund tha një fjalë se tha është një derë e hapur për të gjithë ato të cilët mendojnë më ndryshe si dalin nga kjo krizë. Unë do të them kështu, mbas çdo krize kanë dalë inovacionet më të mëdha, mbas çdo krize kemi pas njerëz të cilët kanë ditë të gjejnë optimizëm shumë të madh. Po kjo ndodh te njerëzit të cilët kanë njohje, dituri dhe njerëz të cilët këmbgulin dhe janë jashtëzakonisht shumë optimiste për zgjedhje të problemeve, qofshin ato edhe globale. Për këtë arsye i thras edhe ato të rinj student, të rejat, etj, të cilët mos të qëndrojnë vetëm si shikues i krizave, domethënë të ndjekin si një shfaqje teatrale këtë krizë, por të angazhohen që me njohurinë e tyre, me specializimin e tyre, me atë të cilët e kanë profesion të mund të dalin nga situata dhe ta shohin krizën si një mundësi e jashtëzakonshme për rritje dhe zhvillim. Edhe pse jo, kemi inovacione të cilat do të vinë nga vendet tona ballkanike, sepse Arbeni e filloi me Nikola Teslën, hajde ne ta mbyllim me dikën të cilën mund të na gjendet këtu në Ballkanin tonë. Mirëmbëjtje të nderuar dëgjues të We Economy edhe shikues të We Economy, ju lutem, le dini mund na bëni neve subscribe, të na ndjekni, të na shpërndani dhe të mësoni ose edhe të na jepni vërejtje, pse jo, për emisionet e ardhshme. Mirë ndëgjofshim, faleminderit.